Mirëdita, jemi në datën 10 maj 2026. Jam në Rom, jam në një park këtu afër shtëpisë. Shifni, më këtu ka parqe Roma, është plot me parqe. Sa të dalësh me Helgjem Park për të shlodhur, për të marrë çikajër pasër. Jemi në orët e mbasdites, orët e drekës. Do bëj këtë video në Facebook të shkurtër, do përpiqem ta bëj që ta ngarkoj pastaj në kanalin YouTube për një temë shumë të rëndësishme që do ta titulloja Armiku i radhës. Më thënë çfarë ndodh, çfarë bëhet në këtë sistemin e demokracisë. Diktatura i kishte caktuara gjërat, do grihej mëngjes, gjithë secili dinte detyrat e tij, do t'i bënte edhe sido që tjetë kisha qetësinë shpirtërore sepse gjërat dijeshin. Ndërsa kjo demokracia është diktaturë shumë. Sepse kjo të lejon që ti të flasësh, të mendosh, të shprehesh, pasi ti nuk e di dhe të godasin natyrisht, por të fut një kaos. Edhe çfarë bëjnë? Po ta vini re, një ndër teknikat që përdorin është armiku i radhës, për videon për këtë do ta bëj. Krijojnë gjithmonë një armik. Krijojnë një rrezik për të trembur njerëzit, për të manipuluar njerëzit, për të shfrytzuar emocionet e njerëzve, pjesën emotive, për ta çuar pes njerëzit, për t'i çuar në atë pjesën e subkonsciencës, apo të inkonsciencës, më keq akoma, në pjesën irracionale, për ta larguar nga pjesa racionale, nga pjesa e të menduarit, nga pjesa e të gjykuarit, të logjikuarit, domethënë për t'ia hequr logjikën. Domethënë kjo është ideja. Armiku i radhës në këto momente në Shqipëri kush është? Alkooli. Domethënë po bëhet i zhurmë e madhe dhe shumë të quajnë armik të klasës, nëse ti thua që nuk është shkaku alkooli i aksidenteve. Domethënë e hedhin gjithmonë pase kur ti shprehesh në këtë mënyrë, thua që nuk është shkaku i aksidenteve alkooli, pra fakti që ti hipin ke pirë në makinë, të e hedhin gjithmonë në planin emocional, pase ty nuk të vinë keq për fëmijët që humbën jetën, etj. Një lloj si për vrasje të njëjtën gjë, ju kujtohet e Naim Morselit, kur ti përpiqesh luftosh për drejtësi, thon ty nuk të vinë keq për duhet respektojmë dhimbjen e familjes, thonë, të vinë keq për atë që humbi jetën, domethënë e hedhin gjithmonë planin nacional, në planin irracional, në planin emotiv, në planin e manipulimit të këtyre emocioneve në fund fare, në mënyrë të tillë se është mënyra më e mirë që ta bësh zero logjikën e njeriu, që njeriu të mos arsyetoj dot, t'ia bllokoj trurin. Sepse imagjinoni një prind që humbet fëmijën, kur ti e zhyt atë në këtë gjën emocionale, ai gjithmonë më tepër largohet nga logjika, sepse është dhe një moment dhimbje. Pra çfarë thon tani? Tani e kanë kapur me alkoolin. Dhe kanë bërë ligjet, jo të heqin patentat, të bëjmë këtë, domethënë ja shpërsojnë ligjet për alkoolin, pra kur njeri ka pirë dhe ngjet makinën. E parë në anën emocionale, duket sikur këta kanë të drejtë. Pra është ajo formula që këta çfarë bëjnë? Gjenerojnë një lloj frike, kapin një problem, nxitin me propagandën televizion në gjithë mjetet që kanë me fjalë në dispozicion, përhapin panik, përhapin frikë tek njerëzit, dhe nëpërmjet frikës pastaj krijojnë ato që quhen emergjenca, dhe shpërsojnë ligjet, heqin liritë e njerëzve, i ngushtojnë, ja bëjnë jetën më të vështirë në të vërtetë, në pretekstin sikur ne po e bëjmë për t'ju ndihmuar juve. Pra është një teknikë e njohur. Dhe kjo shoqërohet pastaj me këto dasmat, po themi, me gjërat e zvagos, gjërat e ahengjeve, të këtyre valleve të Bektashiane, që të gjithë, apo të prallave të Skënderbeut, po themi, të arbreshëve sot që janë në modë dhe këto, apo të armikëve shumë shekullore, shqiptarët që kanë kaq shumë heronje, kaq shumë tradhtar, domethënë bëhet kjo, shoqërohet kjo pjesa tjetër, përdoret sporti, përdoret muzika, përdoret futbolli, përdoren gjitha këto mjete për ta udhëtuar, për ta larguar njeriu.
Pra që ja kam thënë dhe në video tjera, ajo shprehje shumë fantastike në filmin Gladiatori, paure, meraviglie, potente kombinacione, thonë ata senatorët diku në Romë, pra frika dhe këto divertimentet, këto, po i quj dasma, hengjetun, frika dhe talavaja, të dyja kombinojnë bashkë, frikë dhe t'japin dhe talavan Big Brother, se kujtu në qa janë këto të utohesh, që të dyja këto janë një kombinim shumë potent për të shtypur për të hequr lirit. Pra pyetja është, alkooli, ky armiku që u bë armiku i radhës tani, sa vërtet është i rrezikshëm për jetën e njeriut, në kuptimin jo të emocional, po në kuptimin e matematikës. Pa, po flasim nga ana e statistikave, nga ana e probabiliteteve, nga ana e matematikës. Dhe unë bëra një kërkim, nuk do t'ja u bëjt mërzishme video, bëra një kërkim në internet për Italinë. Kërkim për të kërkuar këto numrat më shumë. Domethënë nga pikpamja e ftohtë matematike, duke lënë mjanë këtë pjesën emotive që i shkret i vdiq, i humbën fëmijët vegjël, ngelin, domethënë me zikshë rritur thonë kujtu në tjetër. Gjitha kjo pjesa emotive, nuk vriten fëmijët, këto e dim të gjitha këto. Po të kalojmë te matematika, se matematika thuhet nuk është opinion, dhe matematika është ajo në të vërtet, të cilës duhet i besojmë më shumë, sepse është e vetmja shkencë eksakte. Tjerat nuk janë shkenca eksakte, fizika, kimia, biologjia nuk janë shkenca eksakte, janë shkenca natyrale, pra nuk janë shkenca eksakte. Vetmja është matematika. Tani, marrim Italinë. Italia ka gjithsej, popullsia italiane, e Italisë është afërsisht 60 milion njerëz. 60 milion banor ka Italia. Lind pyetja në një vit, janë natyrisht hipoteza, të bazuara këto mbi statistika. Janë nxjerrë këto konkluzione matematike. Në një vit në Itali, në sa raste hipin njerëzit nën efektin e alkoolit. Jo se ju bëhet testi i alkoolit, se testi i alkoolit ju bëhet shumë pak njerëzve. Për këtë dhe unë jam i irrituar për rastin e vajzës time që e dënuar me 45 ditë burg, sepse testi i alkoolit nuk ju bëhet gjithë njerëzve, ju bëhet kushtahaj pas aty. Aty është probabiliteti i vërtet kushtahaj dhe qëllon ajo dhe thotë pse pikërisht mua më thotë dënoni 45 ditë burg për alkoolin. Flasim kur s'bëhet aksidenti, se kur bëhet aksidenti, testi i alkoolit bëhet i detyrueshëm pastaj. Pra, Italia 60 milionshë, sa njerëz në një vit në Itali, sepse po i bëjmë për një vit, hipin në makinë, dalin në rrugë, në sa raste, duke qenë në efektin e alkoolit. Do me thënë, po t'ju bëhet testi i alkoolit, do ta rezultojnë pozitiv. Sa është numri? Është një numër të mërësisht i madh. Pra është numri të mërësisht i madh. Është 5 herë më i madh se sa popullsia e Italisë. Do me thënë, në 300 milion raste në Itali, 300 milion numri rasteve, në makinë hipin njeri i cili po t'i bëjsh testin e alkoolit, del pozitiv. Ndërsa testet e alkoolit që bëhen janë një numër shumë i vogël. Domethënë çdo thotë kjo mesatarisht, po të marrin dhe fëmijët sapo kanë lindur, sikur të ngisin ata makinat, në Itali, gjithë secili, pra gjithë popullsia, mesatarisht flasim, hipin të paktën 5 herë në makinë i dehur. Pra, po të bëjmë një arsyetim tani që t'ju heqim patentat njerëzve, i bie t'ja heqish gjithëve, sepse mesatarisht çdo njeri hipin 5 herë në efektin e alkoolit në makinë. Pra këtu mje pa të shqetësimin, mu themun, po psi më dha vajza ime turiste dhe juve pa bërë aksident e dënoni me burg 45 ditë. Domethënë nuk e kaloj dot këtë gjë, sepse jam dhe i matematikës për këtë. Pra do ta përsëris edhe një herë këtë që ti fusim në kokë këto numra. Pra, si kur të bëshin testet e alkoolit për të gjithë njerëzit që dalin në rrugë, si kur të bëshin, nuk do kisha asë njeri patent. Tini sigur, do ja u heqnin gjithë dhe patentët, sepse çdo njeri hipin gjatë vitit 5 herë në makinë hipin në efektin e alkoolit. I dehur pa i quajmë, që del pozitiv po t'i vësh testin. Kjo është edhe dhëna e parë. Mbi bazën e kësaj dhëne, llogaritet tani
sa është probabiliteti, sepse të gjithë hip kanë të pirë në makinë. Në teorinë e probabilitetit, to quhen probabilità kondicionate, këta që janë studiuar probabilitetin. Probabilitetet e kushtëzuara. Pra, do t'i shohim nga matematika është e ftohtë. Sa është probabiliteti që njeri që hipin makinë i dehur, pra që hipin të gjithë të dehur në vërtet, sepse në kuptimin çdo njeri hipin i dehur makinë 5 herë në vit, mesatarisht. Pastaj pavarësisht se mund të jetë i njëjti person që mund të hipin 100 herë dhe ka tjerë që spin alkool, po kjo është mesatarja. Një njeri i cili është i dehur, probabiliteti kushtëzuar, probabiliteti njeri u vdes në aksident, ajo barra, që është ajo linja, si thuat shqip, ajo e pjerta, me thënë, A po quajmë probabilitetin, A po quajmë ngjarjen që njeriu vdes në rrugë, në aksident, B po quajmë shkakun e aksidentit vetëm alkooli. Pi, A për parentesi, hap klapa, A, vi, B. B është ngjarja që ti ke pirë alkool. Dhe A është vdes, pra ti vdes për shkak të alkoolit. Pra humbet rrugën, humbet makinën, humbet jetën për shkakun e alkoolit. Ky probabilitet, po ta llogaritish matematikisht, është pothuajse 0. Do të thënë, për shkakun e alkoolit, pothuajse nuk vdes asnjëri. Kemi parasysh këtë, do të thënë, rruga është, do të thënë, probabiliteti ja u theksoj edhe njëri, kur shduar nga ana matematike, nuk më intereson, po jo alkooli ka ndikuar dhe tjetri ka bërë dhe atë. Jo, probabiliteti matematik flasim. Sepse dhe ligjet që duhet bëj shteti, në të vërtetë duhet mbështetet tek shkenca, jo tek emocionet e njerëzve. Kur këta tani shfrytëzojnë emocionet e njerëzve dhe bëjnë ligje, shpesojnë ligje, e bëjnë për të bërë diktatura, siç e bënin me pandeminë, dhe mund vi pandemia tjetër. Domethënë, pandemi pse neve u bë marrë miq të klasës, sepse kërkonim që të na sqaronin nga pikpamja matematike shkencore si ishte realiteti, jo nga pikpamja emocionale e njerëzve. Këtu tani jemi në botën e emocioneve, do të thënë gjithë bota ka kaluar në një marrëzi. Do të thënë ku gjithë njerëzit janë bërë histerik dhe mbi bazën e emocioneve të ditës reagojnë vetëm mbi bazën e emocioneve dhe mbi bazën e një arsye logjike e mbështetur mbi ligjet e natyrës, mbi shkencën, mbi matematikën. Unë i besoj shkencës. Mendoni edhe njëherë thuajmë për ata që dinë matematik, pi, probabilitet, P, me i fel se them pi unë italisht, P, hap klapa, A, barë, që vi, B, mbyllë klapën. Probabiliteti që një njeri që ka dalë me alkool në rrugë, të vrasi njeri, sa është ky probabilitet? Është 1 të 300 mitat, i llogaritur matematikisht. Do më thënë, në 300.000 raste alkooli, vetëm një njeri mund të përfundoj në të vritet. Pra që ku shkak është vetëm alkooli. Është 1 me 300.000, do më dhe vetëm në 300.000 raste vërtet verifikohet vetëm një rast. Pra, probabiliteti shumë i vogël. Do më thënë, krahasim me probabilitetet e tjera flasim. Do më thënë, gjithmonë ka një vlerë. Por, nuk është ky armiku, ky probabilitet është pothuajse 0. Do më thënë, ata që hipin nën efektin alkoolit, do më thënë, nuk bëjnë aksidente. Pothuajse 0. Nuk është alkooli faktori kryesor, por alkooli natyrisht kombinohet me faktorët e tjerë, siç na thoshin rastin e koronavirusit. Është e njëjta gjë. Atëherë, çfarë bënin? Vdisnin në aksident rrugor për shembull? Ai kishte vdekur nga makina në aksident rrugor, por dhe shonin në spital dhe rezultonte që ishte pozitiv për koronavirusin dhe shkruanin te kartela klinike ka vdekur për koronavirusit. Ai vdiq për aksidentin, në vërtet. Domethënë alkooli ka probabilitetin e tij, nuk diskutohet, domethënë edhe alkooli shkakton aksidente. Por alkooli, do në probabiliteti nga pikpamja matematike
që një njeri të humbi jetën në rrugë prej shkakut të alkoolit, pra izoluar si shkak alkooli, është pothuajse 0, 1 të 300.000. Ndërkohë që probabilitetet të tjera, të shkaqeve të tjera, pra aksidenti ka shumë arsye, janë shumë më të mëdha. Për shembull shpejtësia e lartë. Por jo vetëm ajo, probabilitetet ndodhin sepse ti je nga gjendja emocionale e keq, po probabilitet më të madhe ka gjumi. Ti ke qenë gjumë, ti vërtet s'ke pirë alkool, po ka kapur gjumin në një moment. Shumë herë i bie infarkt njeriu me atakun kardiak të zemrës. Lodhja, stresi, këto kanë shumë më tepër probabilitet. Po e mat njeri stresin, kur ndodh aksidenti thotë sa i stresuar ishe ti që bërë aksidente, sa se kishe mendjen? Jo. Alkoolit i bie me alkoolit. Pse i bie me alkoolit? Për qëllime të tjera, se unë jam shumë dakord, unë nuk pi alkool kur ngas makinën. Dhe i them, për 2 arsye s'pi. E para them, kujdes sepse vërtet mund ndodhi një aksident, nuk diskutohet. Meqense se thuhet, por probabiliteti që thuhet që ata me alkool shkaktojnë më shumë aksidente se ata që janë pa alkoolizuar, që hipin pa alkool, kjo është vërtet nga ana matematike flasim. Gjithmonë nga matematike, pra ana emotive po, sepse dëgjon fjalën alkool ti dhe duket ta i shfrytëzojnë këto emrat e virusi, po vdes etj etj, dhe nuk thon pse ti thu virusi, po vret vetë virusi. Vret ushqimi sot, vret ajo ndotja e ambientit, vret uji që është i qelbur, vrasin ushqimet janë modifikuara, smundje të tjera që janë rritur sa duash. Ato si llogarisin fare këto dhe fuzin vetëm atë virusin pastaj. I njëjta gjë edhe tek aksidentet. Pra aksidentet kanë shumë shkaqe. Këta kanë marrë vetëm shkakun e alkoolit, sepse ju intereson për të vendosur diktaturë. Nuk ju intereson se duan të shpëtojnë jetën e njerëzve këta. Nëse në Shqipëri vdesin humbin jetën 300 deri 400 veta në vit për në rrugë, dhe është një shifër shumë e lartë, t'jeni të sigurt që kur ta shpresojnë këto ligjet për alkoolin, t'ju heqin patenta, kujtun etj, të heqin sa më shumë patenta, më shumë do rritet numri do bëj efektin e kundërt. Do rritet më shumë matematikisht numri i të aksidentuarve, të vdekurve në rrugë. Do rritet më tepër. Pse? Sepse shoqëria sa më nën presion tjetë kuptimin e lirisë të diktaturës, aq më e do bëhet, dhe aq më shumë shtohen efekte këto fenomene negative, që është edhe një prej tyre është edhe vdekja në rrugë e njerëzve, sepse njerëzit kur janë shumë të stresuar, janë në një presion kaq të ashpër të kësaj diktaturës demokratike, sepse nuk është diktatura e Enverit, nuk ka gjeneruar stres tek njerëzit. Ka gjeneruar thjesht atë ashpërsinë që ti të zbatojsh rregullat që donin ata. Ndërsa diktatura që gjeneron demokracia është një diktaturë shumë e ashpër. Këto janë diktatura demokratike. Këto të nxjini jetën që kur ngrihesh mëngjes je shumë i shkatëruar, i lodhur. Dhe ai shkatërrimi është burimi kryesor i aksidenteve, pas sistemin vërtet. Dhe këto tani mbledhet parlamenti, bën ligje, pse i bëjnë? Mendoni se i bëjnë për të mirën tonë. Kështu që kur shpresojnë këto ligjet, jo për vrasjet e jo kujtun. Pse për shembull duan t'i mbajnë ata që janë burgosur për jetëshëm, duan mos i nxirrin asnjëherë nga burgu? Përse? Keni bërë pyetjen kush arsye? Nuk e bëjnë për të mirën tonë, se ata do t'i vrasin dikush apo do t'i vrasin. Jo, sepse kanë frikë, sepse një pjesë e madhe të burgosurve që janë bërë burgim për jetëshëm janë të pafajshëm. Në kuptimin ta kanë bërë gjoja një drejtësi gjyqësore, po ajo drejtësia gjyqësore nuk korrespondon me drejtësinë reale, me të vërtetën, nuk korrespondon me të vërtetën. Është një vërtetë që kanë gjeneruar këta në mënyrë burokratike, me rregullat që kanë të proceseve gjyqësore, jo dëshmitari këtu, jo gjoja telefonatat, jo gjoja kamerat. Shpikin këto dhe i bëjnë letrat në rregull, këta po bën kartat në rregull, këta thonë gjyqi është bërë në rregull, dhe kjo është e vërteta, për te çdo dyshimi të arsyeshëm thonë. Dhe çfarë bëjnë? Dhe duan që gjithë burgosërit që janë të përjetshëm të vdesin në burg, sepse ata janë një pjesë e tyre e madhe janë të pafajshëm, por populli nuk e di këtë gjë. Dhe as do që ta di. Jo vetëm që nuk e di, po as bën as sforca minimale për ta mësuar. Në momentin që ne i shtrojmë këto tema dhe unë i shtroj, gjithë ke vetëm sharje nga njerëzit. Ti po mbron kriminalin, ti po mbron s'do jetën e fëmijëve, ti s'do fëmijën tënd, ti s'do familjen, s'do vendin ku ke lindur, fillojnë këto akuza, s'do Shqipërinë, janë anti-shqiptar.
në të vërtetë unë sot për shumë këtë video po bëj një analizë thjesht matematike, pa hyrë te emocionet e njerëzve. Dhe rezulton që me probabilitet, do më rezultojnë dy gjëra shumë të rëndësishme, sikur qeveria italiane, po themin me Italia, po dhe shqiptarë në Shqipëri, bënin kontrolle, bënin testet e alkoolit për gjithë njerëzit që dalin rrugë, asnjë s'do kishte patent. Do ishin hequr gjithëve patentat, ose do ishin hequr shumicës. Kjo është e dhëna e parë, sepse nuk bëjnë test alkooli, bëjnë shumë pak. E dhëna tjetër e dytë është që prej shkakut të alkoolit, numri i vdekjeve në rrugë është pothuajse zero. Do të thotë që vijnë nga alkooli. Kjo është matematik, nuk është opinion matematika. Matematika duhet të vrasësh trurin, të studiosh, edhe ti shkruash, të dish ta dish matematikën, ta njofësh. Jo të thosh po, unë i besoj shkencës, me kështu, llaf e kot. Pra, edhe rasti këtyre, kur flasun për këtë burgosit përjetshëm, ora në Shqipëri nuk, kur del një burgosur i përjetshëm në Itali, Alberto Stasi, pa fajshëm, 11 vjet burg, dhe e nxirrin tani, e nxorën sepse doli një tjetër, po mos dilte tjetër do rishte e burg. Kuptoni se çfarë skandali është. Do në unë të arrestoj ty, të akuzoj për vrasje, dhe të them, ti je i fajshëm, sepse po si je i fajshëm ti, ku është tjetëri? Po që më duhet më kush është tjetëri vrasësi? Unë si jam vrasësi. Dhe shumë erë thonë, po pse se tha i aty, ti insiston të thonë këtu në Itali, që si ishte vrasësi. Po pse e pyste njeri, Alberto Stasi, të thoi sa doja që s'është vrasësi. E tha na i Murseli në Kosovë, si jam vrasësi, e pyti njeri. E dënuan, sepse për te çdo dyshimit arsyeshëm kanë nxjerrë të bullallë që to gjë e ligjet. Këto ligjet e këtyre janë ligje në funksion të shkatërimit ose të dominimit, s'po them shkatërimit gjithë njerëzimit, por të sakrificës. Të më bëjnë ligje që të sakrifikojmë një pjesë të vogël të njerëzve që të mësojnë tjerët, që të ruajmë dominimin mbi njerëzit. Nuk i intereson këtyre drejtësia. Pra dhe në rastin e alkoolit, merreni në këtë mënyrë. Mos e demonizoni atë Nikol, si kështë emrin, jo ishte kështu, jo sile i kështu. Sillet e këqija i kemi të gjithë, kur ngrejmë mëngjes jemi të acaruar. Na ka ardhur i gjobë, na ka ardhur një taks për paguar, se kemi harruar. Duan me na marrë shtëpinë, s'pagujmë dot kredin, kujtun, domethënë jeta është e tmerrshme. Janë 8 milion kartela ekzaktoriale në Itali, domethënë që kanë probleme me taksat. 8 milion njerëz në Itali, të cilët kanë probleme me taksat pa paguar që vinë letrën më mbrapa, është bërë armiku kryesor, është bërë postieri. Që kur shef që të po të bie në një letër, thotë çat po bie. Dikur ne gëzoheshim kur postieri na binte në një kartolin, në një letër kohën e Enverit, thoshim, na ka prur i kartolin një letër, na ka prur Ladi që është aty në shkollë apo titri. Na ka prur i kartolin, gëzoheshim kur na vinte një letër. Kurse këtu kur e shef postieri ka një letër aty dhe e shef inshallah s'po shkon tek ajo posta ime, thua, tek kaseta e postës. Që është për tjerë, se kur fut aty atë letër, si u të ka vrarë. Se mendoni që ky është shkaku i aksidenteve në rrugë, faktikisht. Shkaku i vërtet. Dhe pastaj, sepse duan, nuk ju intereson këtyre se u rritën të vrasjet e ndë. Këta po bëjnë luftra, po i vrasin njerëzit 200 milion. Ka vrarë 200 milion njerëz në një shekullin e fundit. 200 milion njerëz të vrarë në luftë. Atë shkuptim ka gjoja bëjnë drejtësira, atë shkuptim ka drejtësi që më bën ti, bën gjyqje pa fund, kur ti vret 200 milion njerëz. Jo pa u vranë në luftë ata, ose mirë me qenë shqiptar, ose mirë me qenë kosovar. Dhe u vranë kundër serbit ata, se do shqironin vendin. Ora hiku i jetë. Që më intereson mu Kosova e lirë, apo Kosova e pushtuar. As më intereson varë, më intereson të jetoj. Jetën që më ka dhënë Zoti. Jeta që ka dhënë Zoti, që më interesojnë mu këto pislloqet e ideologjive. Këto janë pislloqet njerëzore. Që njeriu ka shpikur këto ideologji të sakrificës të luftë. Pse duhet të ekzistojë lufta, më kuptoni se çfarë skandali është. Për shembull, bo parada ushtarake në Rusin. Nëse do ishte thjesht për bukurinë, po të kufizojte bukuria, në kuptimin një spektakël, atëherë po. Por mbara pas e parade ka armë që vrasin njerëz. Sa bukur që janë rreshtuar ushtarët, sa bukur kjo, sa e bukur uniforma, sa e bukur ajo arma. Më në shikoni se si është njeriu, se çfarë skandali, se çfarë se sa i dominuar është nga dhuna. Se arma është dhunë.
ushtria është dhunë, policia është dhunë, janë mjetet të dhunës, jo, thonë, është birë nënë edhe, e dim shumë mirë që është birë nënë, kushtaj se është birë nënë, po birë nënë jam dhe unë, man. Që dalë në rrugë dhe ti më masakron pas të në emër gjoja të ligjit e në emër të gjoja në emër të drejtësisë. Pra kjo është video që bëj sot, falenderoj gjithë ata njerëz që ndoqin komunikatën që unë bëra për çështjen e arbreshëve, ku e kam theksuar që arbreshët nuk janë shqiptarë. Arbreshët janë më shumë, janë përzierje shqiptarë, se flasim, është një lloj si këtu që thonë është vetëm alkooli, dhe aty arbreshi është arbresh, nuk është shqiptar. Arbreshi është arbresh, kur ndërthuren edhe gjërat të tjera, domethënë, kur ndërthuret kultura greko-bizantine, gjuha e tyre që është origjinale, që s'ka të bëjë me shqipen moderne, etj. Kultura e zakonet janë krejt të ndryshme, do ju imponohet nga njerëz që kanë interesa krejt tjera për ta transformuar identitetin e tyre dhe jo për ta ruajtur. Falenderoj se shumë italianë arbreshe kanë marrë komunikatën time dhe e kanë shpërndarë me njëri tjetrin, e quajnë shumë interesante. Në muajt e ardhshëm sigurisht do kërkojmë një takim me ministrin e kulturës këtu në Rom, të italiane, që të hapet një debat, ku këto mund t'i organizoj shoqata e liria, një debat pluralist, jo të marrin pjesë vetëm këta Skënderbejnë që të ditë çfarë interesesh kanë. Kanë interesat e tyre të ngushta ose këto të Kosovës. Këto kanë interesat e tyre personale, të klaneve. Edhe ne i shesin ne sikur kanë interesa ata për ruajtur interesat nacionale, kombëtare, kujtun. Ajo është maska që këta përdorin. Do të përdorin maskë sot, flamurin, Skënderbeun, Nën Terezën, gjithë këto i përdorin si maska për të bërë ligjet të gjithmonë disfavorin tonë, për të na hequr pavarësinë e vendit, për të na shtuar vujtjet, për të na larguar nga Shqipëria, për të shfrytzuar njerëz, për të rritur paparazinë, për të rritur dhunën. Me fjalë gjitha janë bërë funksion dhunës. Është një nacionalizëm i vënë në funksion të heqjes lirive të shqiptarëve dhe të Kosovës, popullit, sigurisht është populli që pson, të heqjes lirive dhe na e shesin pastaj sikur janë ata patriotë dhe neve që kemi anti-shqiptar. Ju uroj kalofshi mirë. Shqiptari i vërtet është shqiptari që kritikon, është shqiptari që ndihmon shqiptarin, që ndihmon, jo që e manipulon. Këta janë manipulator, marrin mema, Elvis Naçi, kujtun çfarë janë këta të shqiptarisë. Se po i bënin llogarinë atij Elvis Naçi, kam mbledhur 10 milionë euro ai nën shqiptar, nën këtë patriotizmin gjë, dhe i kanë bërë llogaria s'është as 5 milionë euro që ka harxuar. Po ndofta edhe më pak, sepse shtëpia që ka në Tiranë kushtoni 50.000, i ka bërë me 60-70.000 euro. Më mendoni se çfarë bëhet aty në emrin e simboleve, në emrin e Skënderbeut, në emrin e Nën Terezës, në emrin e flamurit, në emrin e himnit kombëtar. Gjitha këto i shfrytëzojnë për të janë këtu grabitjet e vërteta. Janë këtu ato, po s'është puna vetëm të na marrin parat, po që na nxjin jetën. Na shfrytëzojnë për të na dominuar, për të na hequr lirinë, për të na i marrin parat. Nuk na i marrin parat thjesht se vjedhin, por se duan të na poshtrojnë, që të jemi sa më të poshtruar. Një ditë të mbarë gjithëve, dëgjojmë në videon e darkës në YouTube. Këtë video do ta ngarkoj natyrisht në YouTube. Kalofshi mirë, një ditë të mirë gjithëve, edhe mirupafshim.